Përfaqësuesit e qeverisë shqiptare, TAP dhe Bashkimit Evropian u mblodhën në një tryezë të përbashkët ku u diskutuar për ndërtimin e gasjellësit TAP. Projekti do të kalojë nga Shqipëria, Greqia e Italia, duke sjellë gazin nga Azerbajxhani për në vendet e perëndimit. Drejtori administrativ i TAP, Ketil Tungland, duke nënvizuar rëndësinë e këtij projekti, i tërhoqi vëmendje palës shqiptare për të patur kujdes, pasi për këtë projekt nuk mund të ketë një herë të dytë. The Trans-Adriatic Pipeline, the TAP, are the developers of an 200 km nga ky gasjellës do të jenë në Shqipëri, 60 km në seksionin shqiptar të detit e Adriatik. TAP kalon në Shqipëri dhe Greqi, mëtej në Itali do të jetë zmadhimi i rrjetit ekzistues. Projekti që ka 40 miliard dollar amerikan përfshin 6 shtete. Për këtë projekt nuk ka një herë të dytë, prandaj duhet të shihen rrisjet që në fillim dhe çdo hallk duhet të jetë në vendin e duhur. Kjo është një mundësi e madhe për Shqipërinë. Në vlerësimin e kryeministrit Sali Berisha, gasjellësi TAP është një projekt madhor jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për Europën. Është pamdyshje projekti më fizibël, që ka u bën nder të veçantë atyre që kanë vite që punojnë me përkushtim të madh në këtë projekt. Është projekti më strategjik për Europën, mbasi balancon dhe diversifikon burimet energjetike të saj, sikundër lidh më ngushtë në korridore energjetike rajonet të saj dhe më pas Turkmenistanin dhe zona të tjera. Pra, për Shqipërinë, TAP përbën kryeprojektin e saj në procesin e një industrializimi. Ne po bëjmë gjithçka për të përmbushur çdo detyrim që vjedh ndaj konsorciumit dhe palëve të tjera, për një partneritet luajal dhe serioz në këtë projekt të madh. Shqipëria u është mirënjohës partnerëve të saj në këtë projekt për gatishmërinë që kanë shprehur për të ndihmuar vendin ton në masterplanin e gazifikimit, jashtëzakonisht i rëndësishëm në mënyrë që qytetarët shqiptar të përfitojnë në maksimum me një ndikim direkt në nivelin e jetesë tyre nga përdorimi në shkallë të gjerë i gazit në të katër skajet e vendit. Ambasadori BE Ettore Sekui u ka sugjeruar autoriteteve shqiptare që ta kthejnë vendin në një element më aktiv në projektet e mëdha energjetike. Do të donim të shihnim që gazi i Azerbajxhanit të kalojë nga Shqipëria drejt Italisë. Nëse TAP do të ndërtohet, Shqipëria do të ketë investime të mëdha. Duhet të jetë më shumë se një vend pritës, por aktiv në zhvillimin e infrastrukturës në këtë pjesë të Europës. TAP duhet të integrohet dhe të bëjë investime në Shqipëri. Ne inkurajojmë Shqipërinë për këtë projekt. Qeveria shqiptare miratoi në 26 shtator marrëveshjen me Greqinë e Italinë për kalimin e gasjellësit TAP në territoret e Shqipërisë. Më 28 shtator në New York u ndëshkuar marrëveshja mes Shqipërisë, Italisë e Greqisë, projekt që ka një kosto të vlerësuar prej 3.7 miliardë eurosh për pjesën e Shqipërisë. Punimet në ndërtimin e tij planifikohen të fillojnë në vitin 2014, në mënyrë që tubacioni të jetë gati për shfrytëzim në vitin 2017.